por mbi të gjitha ta marrin faktikisht edhe gjithë atë që është duke u zhvilluar me këto institucione në aspektin e mirëmbajtjes kapaciteteve, por edhe të ngritjes kapaciteteve. Ka ra numri faktikisht të interesuarve për të kyç në forcën e sigurisë dhe në policitë Kosovës. Janë numra faktikisht reale, ata nuk janë të mshepur, po nuk të marrë kohë faktikisht që të merrem sa ka qenë thjesht numri para 10 viteve sa është sot, dhe nuk jemi të lumtur faktikisht me këtë çështje. Dhe çka besoni se ka ndikuar në këtë rënje të interesimit? Aty desha të vi, do të thotë kryesisht është mirëqenia atyre. Paga ushtarit sot nuk është dinjitoze. Deri para 5 viteve, Forca Sigurisë Kosovës ka qenë më mirë e paguara për ushtrive në rajon. Sot është më keq e paguara për ushtrive në rajon. Paga ushtarit nuk është dinjitoze, paga policës nuk është dinjitoze. Mbi të gjitha nuk na bën të lumtur, sepse është një institucion që jam rrit me të dhe duhet ta shoh mirë. Nuk na bën të lumtur që policin dhe ushtarin ta shohim që ngrej padi ndaj institucionit që punon ose ndaj shtetit Kosovës. Pse e bojnë një gjë të tillë? Për shkak që nuk janë plotësuar të gjitha kriteret që i kanë të miratura me ligj. Nuk paguhen rrezikshmëria, nuk paguhen faktikisht orë shtesë, nuk paguhet faktikisht ajo angazhimi që kanë bërë ata në detyrat e përditshme. Kemi raste kur kadet ose oficerët dhe nën oficerët dërgohen në shkollime jashtë vendit, kanë qenë të cunguar për mjeditjeve. Do të thotë, siç e dini, gjykata ka marrë vendim dhe ka aprovuar që faktikisht duhet të kthehet përsëri rregullorja e pagimit mjeditjeve, po ka pas shumë prej tyre kanë marrë kredi për të shkuar faktikisht të bëjnë shkollimin në Angli, në Amerikë dhe shtete tjera. Zoti Azolli, sa besoni në forme figurativisht se lëvizja vendosja ka frikën LDK-s në këtë garë zgjedhore, sidomos me rikthimin e ish-presidentës Osmani? Unë nuk mendoj që vendosja duhet t'ja ketë frikën LDK-s. Vendosja duhet t'jetë e përgatitur që LDK-ja do të bëjë më të mirën që të merë udhëheqjen e shtetit. Dhe siç po e shohim këto ditë, vendosja do të thotë nuk i ka atë sjelljen që ka pas në fushata tjera. Nuk e di pse. Jemi duke analizuar. Në kontekst po thonë, nuk e ka sjelljen në kuptimin e gjuhës më të butë. Janë shumë të heshtur, merren me disa çështje tematika që mendojnë do ta godasin tërheqjen e vëmendjes së elektoratit, me projekte do ta bëjmë për një vjet hekurudhën, do ta bëjmë faktikisht këtë projekt ku kanë qenë që 5 vjet. Kush i ka ndalu? Nuk kemi qenë në okupim. Ka qenë një buxhet faktikisht që gjithë po flasim këtë ditë, që për 4 vite, për 5 vite të fundit, kanë pas buxhetin që kemi pas për 20 vjet. Nuk po shohim projektet. Energjia ka degradu. Sot kemi probleme faktikisht të theksume, që është dashur të jemi me një stad krejt tjetër të zhvillimit të ekonomisë. Unë nuk e di, nuk jam ekspert i fushës, po flas në bazë të informacioneve që kam, po investitorët dhe kosovarë kanë filluar dalin jashtë. Ne duhet ta bëjmë vendin tonë atraktiv për investime, duhet bëjmë më të mirën thjesht për të kthyer shpresën e kësaj rinie që të jetojnë në Republikën e Kosovës. Dhe unë di saktësisht që kjo mundet. Mbi të gjitha nuk kemi drejt ta rrezikojmë një partneritet që është ngrit me shumë mund, sepse institucionet e sigurisë janë ndoshta më shumë që kanë bashkëpunuar dhe kanë ndje partneritetin që kemi pas. Kjo ka filluar të lëkundët, ka filluar besimi të lëkundët. Nuk mund besimin faktikisht ta ngrisim ose ta humbim brenda dite. Duhet një proces. Dhe ku po thoni se vetëvendosja është një farforme më e butë edhe në gjuhë në këtë fushat, mendoni se ka vretur, e ka nuhatur, ta quaj kështu, mos mbështetjen sipas jush tashmë të elektoratit ose në zhvendosjen e një pjesë të elektoratit tek Lidhja Demokratike e Kosovës? Jam i prirë të besoj. Kam prek disa prej grupeve të votuesve, sidomos në Mërgat, edhe pse kemi një shqetësim faktikisht me të gjithë procesin që është zhvilluar atje, për shkak, siç është përmend në shumë media, edhe informacioni faktikisht i sigurisë të plikove ose zarfave faktikisht që kanë shkuar atje, nuk e kanë nivelin e sigurisë që kanë qenë më herët, por kam prek shumë prej votuesve kanë filluar ta kuptojnë realitetin. Do të thotë kanë qenë me premtim të jashtëzakonshëm që do të bëjmë befasitë e këndshme në Kosovë dhe Kosova do të jetë faktikisht një shtet që do të ketë mirëqenie të qytetarëve, por edhe investimeve